të bëj dhe të them dhe një diçka tjetër, me që se jemi të kjo tema labit, i bëj thirrje publikut, mos më çoni më mesazhe për labin, se nuk më intereson fare, dhe vetëm sa ma kërceni nervin më keq. Për çka? Po çojnë mesazhe, pse i thu kështu, pse i thua ashtu, mos kujtoni se treme mun, okay? Ju lutem, mos ma saroni nervat. Gjithkohë, sepse ky format, me këtë shikueshmëri që ka dhe me këtë pasion, që me kaq pasion sa e shohin publikun normal që do të ketë edhe njerëz. Është normale dhe unë jam secili ka fansat e tyre. Po, unë jam shumë e lumtur, jo, nuk janë mesazhe fansash. Por jo, dua t'i them që nuk më dritet shërpiku mua dhe mos kujtoni se do ndaloj duke folur. Po varja se nuk i kushte fare rëndësi. Po e di kush është e bukur këtij formati, përveç se mua nuk më interesojnë këto që vijnë mesazhet që fare, e bukur këtij formati është që krijon fansa. Dhe ky është formati i duhur. Dhe këta janë, kjo është loja e duhur dhe këta janë banorët e duhur. Ata që krijojnë fansa, jo ata që krijojnë urrëtie. Shumë bukur.